Nënkryetari i Bashkisë së Vlorës Klevis Kaso, aktualisht kandidat për deputet në Kuvendin e Shqipërisë dhe që prej disa vitesh ishte edhe drejtori i klubit Shumë Sportësh Flamurtari, ka dhënë një kontribut të veçantë dhe të konsiderueshëm për organizimin në Vlorë të Ligës Unike, por edhe të paraqitjes dinjitoze të Flamurtarit në kompeticionet që ka marrë pjesë. Madje një angazhim sipas Kasos ka edhe kryebashkiaku Ermal Treda, ndërsa Vlora sipas tij është Shqipëria e basketbollit për femra, pasi brenda vetes ka personazhe të rëndësishme që duan këtë sport. Por sipas Kasos, vajzat Vonjate janë edhe krenaria e klubit, ndaj janë edhe ekipi më i mirë paguar. Jo vetëm Liga Unike, por ne vim nga një vit që ishim qyteti Europian i sportit, një angazhim shumë i madh i kryetarit të bashkisë për të sjellë ai shumë aktivitete në qytetin tonë. Për mua si një personazh i sportit në këtë qytet, duke qenë se kam qenë drejtor, basketbollist, kapiten e ekipi, dua ta falenderoj që ky angazhim për sportin vjen pikërisht me ardhen e tij në krye të bashkisë, por Liga Unike në 4 vite histori të vetat është bërë 2 herë në Vlorë dhe 2 herë në Kosovë. Nuk është bërë 2 herë në Shqipëri. Domethënë Vlora është Shqipëria e basketbollit për femra, patjetër me mbështetjen e të gjithë personazheve të basketbollit në Vlorë, është bërë mundur që ky sport të jetë në këtë maja dhe në këto nivele shikueshmërie për të gjithë basketbollin e femrave, po të them në të gjithë Shqipërinë. Ne kemi bërë të mundur që të zhvillohet përsëri si vjet Liga Unike në qytetin tonë, përveç faktin se vajzat janë krenaria dhe e këtij klubi dhe ekipi më mirë i paguar dhe më mirë i investuar. Kështu që ne kemi pritshmëri për ta fituar këtë ligë si vjet dhe patjetër që kjo është dhe ajo arsyeja pse përsëri kjo ligë unik bëhet në qytetin tonë. Por këto suksese i shefi klubit Shumë Sportësh Flamurtari, aktualisht nënkryetari i Bashkisë së Vlorës dhe kandidat për deputet, Klevis Kaso, thotë se vin nga zemra e kombinuar me buxhetin e Bashkisë së Vlorës, i cili edhe pse nuk është në nivelet e klubeve kosovare, ka brenda bujarin. Buxheti jon me buxhetin e Kosovës nuk ka të krahasuar, e kam thënë më para, por zemra jon e kombinuar me eksperiencën në vite që në 20 vite jemi 19 herë kampion, dhe me atë buxhetin bujar që Bashkia e Vlorës nxjerr për këtë ekip të vajzave të basketbollit, është një kombinim i mirë për të qenë pretendent në të gjitha kompeticionet ku ne marrim pjesë, siç është kampionati, Liga Unike, të gjitha kupat, superkupat që ky ekip merr pjesë. Klevis Kaso, aktualisht kandidati i Partisë Socialiste për deputet në Kuvendin e Shqipërisë, premton se nëse nesër do të shkojë në kuvend pas zgjedhjeve të 11 majit, do të vazhdojë me të njëjtin angazhim mbështetjen e sportit në Vlorë. E kam patologjike këtë sëmundjen për të qenë afër sportit, edhe pse kam bërë në jetë profesione të ndryshme. Sporti është ai që na jep, le të themi, dhe relaksin, emocionet dhe adrenalinën që asnjë gjë tjetër nuk na jep. Padyshim që kur kam qenë drejtori i klubit Flamurtari, e kishim sfidë që të bënim për herë të parë një turne kaq të madh në Vlorë. Tani më eksperjenca e drejtoreshës së tanishme dhe të gjithë stafit të këtij klubi është në nivelet goxha të kënaqshme për të bërë jo vetëm këto aktivitete, por edhe më të mëdha.